ai e quan që është një socializëm i fshatit, ose një socializëm slovak. Qartë. Pra është socializëm i tipit kundër emigrantëve, bazuar në vlerat familjare, sigurisht ata kanë një platformë sociale, më të leftiste. Qartë. Po shumë mund të quhet si nacional socialiste. Qartë. Për të shkuar, se ka pas edhe një fitore tjetër, po themi, të forcave konservatore në Japoninë e largët, dhe kjo, kush e ka ndjekur politikën e Japonisë me partinë që është anti-turizëm, nuk është dhe aq e çuditshme, sepse ka muaj që po rritet. Megjithatë, ja vlen që të ndalemi pak edhe tek Japonia. Atëherë, këtë fundjavë ka qenë dhe fitoria e superfuqisë së tretë më të madhe ekonomike, ushtarake, por edhe me shumë impakt në skenën e politike botërore, që është Japonia. Sanae Takaichi, politikane e ekstremit të djathtë, pjesëtare e Partisë Liberal-Demokratike të Japonisë, partisë aktualisht në pushtet, ka fituar zgjedhjet e brendshme të partisë, duke bërë histori për të bërë ndoshta këtë javë ose brenda këtyre 2 javëve, ajo duhet të formohet kabinetin e saj kryeministror, si kryeministre e parë femër në historinë e Japonisë, duke fituar me 31.07%. Një fitore historike, pasi askush më parë nuk arritu të fitojë brenda 2 etapave të zgjedhjeve një përqindje të tillë. Duke marrë parasysh që ajo është e vetmja femër, pasi Japonia është një shoqëri kryesisht patriarkale. Dhe femrat janë shumë të rralla në anën politike, administratës dhe sidomos instancave të larta dhe më të larta shtetërore. Flasim si presidenciale, kryeministrore, ambasadore dhe të tjerë. Në zonja Takaichi është një politikan ekstremit të djathtë, ultranacionaliste, parti antare e një grupi lobimi ultranacionalist japonez. Është e njohur për retorikën e saj të ashpër kundër emigrantëve dhe sidomos për atë që quhet rishikimi i historisë, pasi shumë aspekte të konfliktualitetit të Japonisë midis vendeve të Azisë oqeanike ose linjës së largët sot aziatike, vjen nga fakti që Japonia nuk pranon shumë nga krimet e luftës që janë bërë gjatë luftës së dytë botërore, nuk pranon asnjë lloj reparacioni që të kryej. Dhe sidomos zonja Takaichi gjatë një interviste para një muaji, diçka e tillë, kur u pyet mbi krimet japoneze në Manchuri, ku humbën jetën mbi 200-300 njerëz dhe mbi 40.000-30.000 njerëz u bën pjesë eksperimenteve njerëzore të kabinetit 731 ose kampi 731, famkeqësit më të Auschwitzit të Azisë që quhet. Ajo përgjigj thjesht që ata na goditën dhe ne goditëm sërish një mbrapsht. Si goditëm, ajo është diskutim tjetër, por ne thjesht u kundërpërgjigjëm. Pra nëse popullsia goditi me gur, ata goditën me topa. Qartë. Në një farë mënyre, kjo është logjika që ajo promovon. Ndërsa një nga pikat kryesore që ajo ka kërkuar është heqja e artikullit nr. 7 të Kushtetutës së Japonisë moderne të pas luftës së dytë botërore, e cila e ndalojnë Japoninë të përfshirë në çdo lloj konflikti jashtë territorit japonez. Pra ajo kërkon që Japonia të ketë të drejtën edhe për të sulmuar, edhe për të dislokuar trupa, edhe për të përdorur forcën nëse do duhet, për të mbrojtur interesat e Japonisë. Kjo është një lëvizje shumë e ashpër, me thënë që ka ndjesur debat të madh publik në Japoni, njëkohësisht është edhe politika e saj e brendshme, pavarësisht se ajo është grua. Zonja Takaichi ka promovuar politika shumë të ashpra konservatore, pra në martesë femrat duhet të mbajnë vetëm mbiemrin e burrit, divorci të vështirësohet, aborti gjithashtu të bëhet me raste specifike, të promovohen vlerat patriarkale tradicionale, pra politika që bien shumë ndesh me faktin që ajo është grua, edhe feministe. Pavarësisht se grupet feministe në Japoni janë të kënaqura që është e para grua që fiton, fitoria qëndron kryesisht mund të themi në faktin që vetëm figura e saj femërore. Qartë. Por gjithçka tjetër e saj është më radikale se sa ta kishte një mashkull, le ta quajmë kështu. Bukur, mjaft interesante. Dhe njëkohësisht ajo ka pasur atë që quhet edhe një kontradikt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
pasi ajo kërkon rishikimin e çdo traktati, çdo marrëveshje të bërë së fundit me administratën e presidentit Trump, në kuadër që marrëveshja jo vetëm të jetë benefite për Amerikën, por të kthehet edhe benefite për Japoninë vetë. Punën e tarifave, siç jemi gjithë të dini që Trumpi ja ka vënë pothuajse çdo vendi edhe aleat ose jo aleat. Njëkohësisht, ajo që quhet si neo-imperializëm, edhe që lidhet me artikullin nr. 7, ka qenë faktikisht që zonja Takaichi ka kërkuar lidhjen e një aleancë ushtarake me Korenë e Jugut dhe Tajvanin kryesisht, të dyja ish territore të perandorisë japoneze që u pushtuan gjatë shekullit të 19 prej Japonisë, dhe ajo që do të bënte dallimin do të ishte fakti i dislokimit të trupave japoneze në këto vende. Për herë të parë që nga rrethimi botëror Japonia do të dislokonte trupa në Taiwan edhe në Korenë e Jugut. Gjë që pritet të shkaktojë një reagim shumë tashpër të Koresë së Veriut edhe Kinës, por njëkohësisht edhe një reagim publik ku në Taiwan edhe në Korenë e Jugut ka filluar shqetësime që ky dislokim do të jetë në kuadër partneriteti, do të jetë me një afatgjatësi të madhe në kohë, pra 1 muaj, 3 muaj, 6 muaj, do të jetë për një stërvitje, a do të jenë amerikanët pasi është edhe ideja që japonezët mund të zvendësojnë amerikanët në Korenë e Jugut, pra si do të pritet ky zhvillim, ose nëse do të aplikohet, do duhet të pritet për 2 javë në vijim, ku do të shikohet edhe formimi i kabinetit të saj qeveritar. Por është për të theksuar që sidomos kundër emigrantëve, për vlera tradicionale dhe për militarizmin japonez, ajo paraqet krahun më radikal të mundshëm. Madje ajo është vizitore shpesht e një prej faltore më të mëdha japoneze për herojnë të luftës, ose i quhen herojt e rënë gjatë luftave për Japoninë, dhe një nga kërkesat e saj të para është fakti që kjo do të bëhet rutinë për çdo shkollë, për çdo student që ta jetë krenar për ta ushtar të rënë për Japoninë. Shumica prej tyre sigurisht që kanë rënë për të mbrojtur Japoninë, por mos harrojmë që në shumë prej faltoreve japoneze që nderojnë ushtarët e rënë janë dhe ata që kanë bërë dhe krime lufte. Qartë. Ja do të botërojë të tjerë që Japonia nuk i pranon, dhe sidomos zonja Takaichi nuk i pranon, dhe kërkon që fjala krim lufte ose incidente të zvendësohet totalisht, ose të zhduket totalisht prej librave japonez, prej shkollave japoneze të tjera. Pasi siç e thashë më parë, ajo thotë Japonia s'ka bërë asgjë, thjesht u kundërpërgjigj në mënyrë të ashpër, jo të ashpër, është çështje për të diskutuar kundër atyre që e rrezikuan në një farë mënyre. Dua të kthehemi prapë në Evropë, sepse në Gjeorgji në fakt janë rindezur protestat e opozitës përpara zgjedhjeve lokale, teksa qeveria akuzon Bashkimin Evropian si iniciues dhe financues të protestave. Çfarë po kërkon realisht populli i Gjeorgjisë? Atë do të theksojmë se ky nuk është populli i Gjeorgjisë, është një pjesë e lëvizjeve rinore opozitare në Gjeorgji. Gjeorgjia aktualisht ka zgjedhjet rajonale të bashkive. Dhe komunave, rajoneve, oblast e të tjerë që ata e kanë në formimin e shtetit. Të oblasteve, po. Opozita ka dalë sërish në rrugë duke kërkuar largimin e qeverisë, ardhjen e vëzhguesve evropian për të monitoruar zgjedhjet, dhe një nga dekreta më të forta ka qenë për grupeve radikale opozitare, ka qenë bllokimi dhe marrja me forcë e ministrive dhe godinave presidenciale. Do ta sqarojmë që këto janë grupe radikale pro-evropiane, janë grupe radikale neoliberale, janë grupe radikale neomarxiste, studentore, pra flasim njerëz që ne mund të quajmë open-minded, por më shumë nga ç'duhet. Kryesisht janë student. Kryesisht janë student, rini ose intelektual pro-evropian. Le të themi që Gjeorgjia është nga shoqëritë më konservatore të Evropës. Me mbi 50% të shoqërisë akoma të një puritaniteti sovjetik, flasim viktorian, për shumë aspekte, duke filluar nga marrëdhënie seksuale, nga familja, nga vlerat, nga besimet të tjera. Kjo është diçka që nuk mund të mos vërehet në Gjeorgji. Akuza më fort ka qenë për 2 persona. Kryesisht ka qenë për një shtetas i cili
georgian, iar i vënë listën e zezë të Gjeorgjisë Ulmi. Ata nuk e kanë dhënë emrin e tij, po kanë vënë inicialet e sigurimit shtetit të Gjeorgjisë. Për tentativë transporti armësh prej Ukrainës në Gjeorgji dhe organizimin e një puçi shteti të armatosur në datën 4 tetor. Puçi është ndaluar, shërbimi sekret gjeorgjian dhe garda kombëtare gjeorgjiane ka ndërhyrë. Personi në fjalë është në Arati, nuk dihet, thonë që ka vajtë në Ukrainë, ka kaluar në Turqi, nuk është diçka e njohur. Njëkohësisht, shumë aktivistë, rreth 9 ose 11, dhe mbi 100-200 janë vënë në monitorim, 9-11 janë arrestuar për tentativë puçi shteti. Dhe një nga organizatorët kryesorë ose përmbusësit kryesor ka qenë ambasada e Bashkimit Evropian në Gjeorgji, e cila ka ndihmuar me promocion politik, mediatik, njëkohësisht edhe me ato që quhet lobbying ose financim i këtyre grupeve, gjë që është ndaluar me ligjin gjeorgjian të lobbyingut. Ose që siç e liberalët ose pro-evropianët e quajnë është ligji rus, pasi Rusia është vendi i parë që implementoi në 2011 ndalimin e financimeve nga jashtë, pa u deklaruar se çfarë financimesh janë. Pra si mund të hyjë leku i huaj në vend, të promovoj grupe, lëvizje të tjera, kur ti nuk e di nga vijnë këto para, dhe për çfarë shërbejnë, dhe pse duhet ky grup të suportohet, sidomos kur këto grupe janë kryesisht antiqeveritare, radikale të dhunshme. Kjo që ka ndodhur në Gjeorgji, si në Hungari, si në Slovaki, si në Serbi, që këto ligje kanë kaluar, dhe Gjeorgjia ka kaluar, por në rastin gjeorgjian, i cili ka qenë dhe vend kandidat për Bashkimin Evropian, është aktualisht. Po ata kanë kërkuar, qeveria e tanishme konservatore ka kërkuar që ne të hyjmë në Bashkimin Evropian në bazë të kushteve tonë, jo në bazë të kushteve që na iniciohen nga jashtë, pasi jemi një popull sovran, dhe nëse Bashkimi Evropian na do vërtet që ne të bëjmë pjesë e tij, na do ashtu siç jemi, jo ashtu siç ata duan të na bëjnë të jemi. Jo sigurisht nuk është pritur mirë. Prej atyre që mund të quhen grupeve opozitare, grupeve studentore të tjera, dhe të bëjnë të qartë, jo të gjithë studentët janë pjesë e tyre. Flasim vetëm neoliberalët, liberalët, marxistët, të majtët, në ata që i quhen open-minded, pro-evropianët, pro-amerikanët. Ata që janë nacionalistë, që është mbi 54-55% e popullsisë së vendit, edhe student, mbi 20-30% e studentëve janë pjesë e këtyre konservatorëve, nacionalistëve të tjerë, janë kundër kësaj. Ata besojnë në një afrim hungares të politikës, pra sovraniste dhe në të marrjes të hapave politik që do të jenë sigurisht të mirë të vendit. Po vendi është i pari, populli gjeorgjian është i pari. Si shikohet në protest, gjërat kanë filluar të dalin nga kontrolli, sërishmi. Qartë. Pas arrestimit të aktivistëve, vënies së kërkimit, hapjes së listës së zezë, edhe hapjes së dëshmive. Pasi këto gjithë janë të dokumentuara. Lekët që janë hedhur, fotot, video janë gjithë dokumentuara tani, pasi media sociale, kamera, gjithçka e bën të vështirë të fshehësh gjëra sot. Nuk mund të mbyllësh dot. Dhe implikimi i Ukrainës, ku në Ukrainë aktualisht është i legjion gjeorgjian, snajper është mercenar është gjeorgjian, pjesëtarët të cilit kanë qenë në protestat slovake të opozitës, në tentativë për të përmbysur qeverinë e Robert Ficos. Pra, po shikojmë një agresivitet në rritje dhe një shtim që atyre që mund të quajmë kontradikta midis qeverisë gjeorgjiane, qeverisë ukrainase dhe Bashkimit Evropian. Pasi po shikohet një agresivitet prej instancave burokratike të Brukselit dhe Ukrainës, domos instancave ushtarake të Ukrainës, për të arritur ato që quhet konsensus me dhunë. Pra flasim për në Hungari që kanë qenë sulmet e hakerave, në protestat e LGBT-qs, e liberalëve që u bën të mëdha dhe u suportuan nga Suedia në mënyrë ironike, dhe shumica e vetave që ishin protestat hungareze ishin të huaj, jo hungarez, ishin gjerman, suedez, belgjian e të tjerë, nuk ishin hungarez që morën pjesën to. Në Slovaki
në shumicë organizimit të përplasjeve midis popullit dhe policisë u zhvillua nga Gjeorgjan, pra elita ushtarake gjeorgjane që erdhën në vend dhe bënin instruksionin se si duhet të zhvillojë protestat, sa fort duhet të zhvilloshin përplasjet për të provokuar policinë që të përdorte dhunën. Dhe së fundi në Gjeorgji, pa përmendur rastin e protestave serbe, të cilat ishin me burim nga populli për incidenti që ndodhi të tjerë, por siç u zbula së fundmi, miliona euro po hidhen për to, për të sponsorizuar në media, në lajme, për t'i mbajtur akoma të gjalla. Me thënë në lëvizje me protestuese. Në Gjeorgji po ndodhi njëjta gjë. Dhe qeveria gjeorgjane e ka bërë të qartë në deklarata për media që ne nuk do përdorim dhunën, do përdorim vetëm masat normale, siç edhe në Shqipëri është përdorur, edhe në Maqedoni është përdorur, ose në Francë, ujë, gaz do qiell, gjatë të fillon. Ne do kalojmë në dhunë. Është më mirë të ta djegim presidencën sa ne të kalojmë në dhunë e të fuqohemi në luftë civile. Por që implikimi i Ukrainës dhe Bashkimit Evropian është bërë faktik dhe është dënuar zyrtarisht prej institucioneve gjeorgjane. Pra është diçka që është hapur me video, me foto, me materiale, me mesazhe, është fakt. Por reagim nuk ka pasur nga ana e Bashkimit Evropian, nga ana e Ukrainës njëkohësisht, vetëm një përgjigje disi fodulle mund të quhet, e disa zyrtarëve evropian, të cilët kanë deklaruar që ata nuk përgjigjen para një qeverie kukull të Rusisë, ndosë kjo qeveri fitoi zgjedhjet zyrtarisht. Sigurisht. Qeveria gjeorgjane flasim. Po. Ne nuk përgjigjem para një qeverie kukull të Rusisë, ne përgjigjemi para popullit, para demokracisë, vlerave tona të tjera. Gjë që është përgjigje disi jo vetëm skandaloze dhe jo etike, pasi kjo do të thotë që 55-56% e popullit gjeorgjan që votoi për ëndrrin gjeorgjane, partinë aktuale në pushtet, dilka që qenë nga kukulli i Rusisë, nuk qenë nga populli gjeorgjan që po shpreh vullnetin e tij, pavarësisht të na pëlqen neve apo jo, ky është vullneti i njerëzve, se si e shikon ata gjën. Për ta përmbledhur. Sa mirë e di një gjeorgjan situatën nuk mund ta di unë që jam shqiptar, s'mund ta di një belg, nuk mund ta di një italian.